Një tërmet me magnitud 4.4 të shkallës Richter ka tronditur një pjesë të madhe të territorit shqiptar duke shkaktuar shqetësim tek qytetarët veçanërisht në zonën e Tiranës dhe Durrësit. Sismologu Rapo Ormoni, i ftuar në një studio televizive, ka sqaruar natyrën e këtij aktiviteti sismik duke theksuar se tërmeti është pjesë e një procesi normal për një vend si Shqipëria i njohur për aktivizimin sismik. Sipas Ormonit, goditja kryesore është shoqëruar me disa paragoditje dhe pasgoditje të lehta, duke treguar se cikli i tërmetit është drejt përfundimit dhe nuk ka vend për panik. Tërmete të tilla, edhe pse ndihen gjerësisht, nuk shkaktojnë dëme dhe nuk përbëjnë rrezik për popullatën. Ky tërmet me magnitud 4.4 të shkallës Richter, që ishte me epicendër në afërsi të Kamzës dhe me një intensitet me qendër 5 deri në 6 ball, i cili është ndier mbi 5 ball në zonën e Tiranës Durrësit, po ai është ndier 4 deri në 5 ball në Elbasan, Burrel dhe në Burqiz. Është ndier në zonën më të gjerë 4 deri në 5 ball në Lushnjë, Shkodër, Peshkopi dhe Ulqin, pastaj mbi 3 ball në një zonë më të gjerë në Shqipërinë Jugore. Po është ndier po ashtu edhe jashtë territorit në Maltëzi, në Kosovë dhe në Maqedoni. Tërmeti është shoqëruar me paragoditje, me rreth 5 paragoditje që arritën në magnitud 2.2. Pas goditjes kryesore, tërmeti është shoqëruar edhe me një seri pasgoditjesh, nga të cilët rreth 10 prej tyre me magnitud 2.7 dhe 2 prej tyre janë me magnitud mbi 3. Pra kjo tregon që është një tërmet i cili ka ciklin e tij. Tërmetet me magnitud 4.4 bien në të gjithë territorin e Shqipërisë, aq më tepër në këtë zonë, e cila është një zonë aktive. Këta janë tërmete të vegjël, të cilat nuk shkaktojnë dëme, por janë tërmete të cilat vetëm ndjehen. Nuk ka vend për shqetësim. Është një proces normal për vendin tonë. Tërmete të tilla me këtë aktivitet sismik quhen tërmete të vegjël. S'ka vend për panik, aq më tepër që ky tërmet vjen me pasgoditje, që do të thotë se ka mbaruar ciklin e tij dhe nuk do të ketë një tërmet tjetër, sqaroi sismologu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.